Ka një eksperiencë as të madhe se mendon që mund të vish në politik, Monika? Politika? E ke hequr fare? E sheh veten te filmi, te showbizi? 90-10. 90-10. Vjeta me politika. Është më e egër, reality show, është më e egër, shumë më vjetë. Më e egër se politika? Po, është më e egër. Se po të vinte keq për mandatet, po për lësim. Jo, për lësim më vjen jashtëzakonisht keq. Që nuk ekziston. Që ka filluar si idealiste dhe shumë. E para një më vjen shumë keq. Jo, idealiste ka qenë, ashtu ka qenë. Qa idealiste? Jo, 2004 ashtu ka filluar, unë jam dëshmimtar. Jo, ka një gjë. Kishe profesor, kishe profesor, pedagog, student, gjimnazist, aty votus për e para. Ti mund të thua që ishte mask. A ke më miq aty, Monika? Jo, në parti s'ka mësë s'ka, nuk njof njëri aty. Nuk e ruajt. Jo, aty kishte një gjë që... Ka filluar kundra të dyve. Ne kemi punuar shumë me të rinjt atje. Dhe i merrni me të rinj, punonin si me gjimnazist. Ideja ishte për të orientuar, ishte komplet gjë tjetër, dhe po ta shikosh të gjithë njerëzit e LSI-s që nuk jetojnë më këtu, që jetojnë gjithja shtetit, unë vetëm në New York janë mbi 5500 antarë të LSI-s që janë me karta LSI-e që kanë qenë ish LRI. Kush e shkatroi Monika se? Edi Rama më ju mori drejtorët kur u bë. A mori 20 deputet këta. Unë e shkatrova. Kur ishte Meta kryeministër, nuk po të them, nuk po të them. Do të ka Ilir Meta, po mirë, unë kam faj. Drejtuesi duhet keni përgjegjësi. Unë kam faj sepse gjëja parë filloi që po themi nuk duhet isha bashkuar forcat e mia me Lulzim Bashën 2017. Gjithë fani ka. Po duhet isha. Sepse po dalin si sa gjithajnë ka Berisha. Jo, e di pse. Po nuk ka faj zonja për e madhi, po ka zoti Meta. Janë bërë 27 mitingje. Ja, erdhi ka i këndë. Të të mbroj pak. Jo, pastaj vazhdoj. Janë bërë 27 mitingje. Mitingu i parë që kemi bërë si opozit, pa djegur mandatet, ka qenë 27 janar në 2019. Dhe aty kemi folë të gjithë kryetarët e partive të opozitës. Ka qenë një nga mitingjet më të mëdha të opozitës. Atë ditë Lulzim Basha ka marrë vendim, ne kemi pas një pjesëmarrje po themi nga LSI-a mbi 7.000-8.000 veta, vetëm tanë, që kanë qenë me lista të ftuar dhe ka pas një prioritete shumë të madhe dhe atë ditë Lulzim Basha ka marrë vendim që në asnjë miting të opozitës nuk do flasi asnjëri, do flas vetëm unë. Dhe ideja ishte që do fliste vetëm ky gjasme ta unifikonim si lider të opozitës. Aty filloi sepse sepse fjalori politik që përdorte Lulzim Basha me ndërkombëtarët ka qenë Monika Kryemadhi, kryetarja e LSI-s është terroriste politike. Kjo ka qenë. Pyesni dhe Fatmi Mediu se e ka thënë bashkëpunim me mbani mend atë Boshartin e famshëm atë ambasadorin e OSBE-s që shkruajtëm shame on you Boshart. Okej, deri tani 5 herë ka fal Lulzim Basha, po ju në marrëdhënie me mua. Filli Basha ka shumë në këtë temë të ditës sot, nuk e dinim. Tani erdhi